Presidentja e ka në dorë se a jep të drejtën një kandidatit të opozitës me formu qeverin apo nuk jep, në qoftë se nuk arrin kandidati i vetëvendosjes për ta marrë shumicën e votave. Por kjo situatë mund të zgjasë dhe po besoj që vetëvendosja është më e gatshme që të shkojë në zgjedhje të përgjithshme, të jashtëzakonshme, se sa t'ja lej mundësinë opozitës për ta marrë qeverinë. Zoti Aliti, mund të themi kur mos thuaj kur për një koalicion me PDK-n apo? Po tani në politikë s'ka kur, ka interesa. Dhe në qoftë se interesat puqen, jo që lidhen me tenderet ose me ministrit ku ka shumë tender dhe ku ka përfitime, nga ata që janë të interesuar me përfitu për veti. Po në qoftë se binë dakord me realizu një program të përbashkët, atëherë mendoj që s'ka najt keqe që të futet dhe të ndalohet kjo. Por me hy vetëm me i nda ministrit dhe mos me pas program të përbashkët të miratuar, atëherë do të thotë që në start përplasjet janë evidente dhe mund të jenë evidente në mes të dy subjekteve politike, qofshin me PDK-n, qofshin me LDP-n ose me këtë tjetër. Ju po e shihni kur janë kry zgjedhjet në Gjermani dhe akoma s'kan arrit me harmonizu programin në mes të dy koalicionit, në mes vetit, për shkak se të gjithë kanë idetë e tyne, kanë programet e tyne dhe duan të kenë një pjesë të programit që realizohet nga koalicioni. Ne kemi një program dhe kemi disa çështje me të cilat as si PDK nuk do pajtoheshim asnjëherë në vend, por as VV-ja nuk do të pajtohet dhe nuk pajtohet në disa çështje që i ka Partia Demokratike. Para dhe e dyta, Partia Demokratike është parti e djathtë dhe Lëvizja Vetëvendosje është parti e majtë. Dhe për aq sa, do të thoja, janë të majtë ose të djathtë, po besoj që ideologjit nuk kanë ndikim tek asnjëra parti, domethënë tek elektorati, më shumë elektorati i PDK-s dhe i Vetëvendosjes dhe i LDK-s është i orientuar ka leadershipi dhe interesat e përgjithshme për qytetarëve, se sa që është i interesuar ose që ka të fokusuar një çështje që mund të lidhet me ideologji. Zoti Aliti, dhe një pyetje të fundit kam, a ndihet mungesa e ndërkombëtarëve në këtë rast, në këtë moment, me këtë ngërç, nuk mund ta themi krizë, duke vejuar atë që thatë ju, sepse nëse do ishin më aktiv, ndoshta Shtetet e Bashkuara marr mandatin e kaluar, mund të ishte zgjidhur, pra mund të kishte një presion pozitiv. Pra në këtë rast ndihet një tërheqje? Shikoj, ndërkombëtarët momentin që kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, do të thonë në çështjet që kanë bëjnë me ardhmen e Kosovës, ja lënë në dorë pushtetit ose atyre që kanë hyrë në zgjedhje.